Do vi era shtet ka qenë, ajo më duket ka qenë këtu te ty e zotit Noka. Era shtet do t'i vi Shqipërisë. Dhe këtu dua ta them pikërisht, ku e ka thënë Flamur Noka, do vi era shtet, erdhi era e dështimit dhe humbjes tënde madhështore, Flamur Noka. Erdhi era madhështore e shuplakave të shqiptarëve që nuk duan ta shohin fytyrën tënde në parlament sepse i vjen turp nga ty. Kjo erdhi në datën 12. Erdhi era e dështimit madhështor. Era e humbjes madhështore. Si një person që ngren 5 gishtat lartë në parlament nuk është shembull për qytetarët. Dhe prandaj qytetarët shqiptarë dan 1 milion shuplaka. Prandaj vendosën për shembull zonja tabakun, sepse është e kundërta e asaj që ti Flamur përfaqëson. Se ti Flamur përfaqëson arrogancën, zhargonin negativ, qasjen e keqe. Zonja tabaku përfaqëson qytetarinë dhe këtë vendosi Tirana, me 20.000 vota. Po absolutisht, nuk po të drejtojmë ty. Se s'ja Flamuri unë, se mbajti regjia, se shumë i zgjura ideali atje. Po mande regjia vetëm ty tha se kur ishe Flamuri në anën tjetër. Ishte gjetje shumë e bukur. Mu kujtua se me që e ka bërë këtu. Mu kujtua tha vjen era shtet. Kështu që po këtu i them që erdhi aq erë dështim sa që nuk e as çat justifikosh më.